Automjetet e FSK-s hynë gabimisht në veri të Mitrovicës. Disa automjetet të Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë hyrë gabimisht në territorin e Mitrovicës së Veriut gjatë ditës së sotme. Lajmin e ka konfirmuar zëvendës drejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Sipas tij, automjetet e FSK-s qëndruan për disa minuta në një stacion karburanti ku janë vërejtur nga policia. Diku para orës 11 në afërsi të stacionit policor në veri të Mitrovicës të Ishnis Petrol janë parkuar disa automjete të FSK-s. Kur atyre ju është afruar policia, të njëjtit kanë thënë se e kanë gatruar rrugën. Policia i ka përcjell nga ai vend deri te Kërshi Dudës, ka deklaruar Elshani. Mediat serbe dhe pamjet e publikuara në rrjetin Telegram treguan kolonën e automjeteve të FSK-s duke hyrë në rrugën kryesore të Mitrovicës së Veriut në orët e mëngjesit. Elshani konfirmoi se situata ka qenë e qetë dhe nuk është shënuar asnjë incident. Ndërkohë dhe Forca e Sigurisë së Kosovës ka sqaruar incidentin e ndodhur kur disa automjete të saj janë pa në territorin e Mitrovicës së Veriut. Në njoftim, FSK-ja ka bërë të ditur se gjatë lëvizjes së konvojit nga Istogu drejt kazermës së FSK-s në Mitrovicë, pjesëtarët e forcës kanë gatruar drejtimin e lëvizjes. Forca e Sigurisë së Kosovës njofton publikun që sot me datë 16/10/2025 në ora 10:30 gjatë lëvizjes së konvojit të FSK-s nga Istogu për në kazermën e FSK-s në Mitrovicë, pjesëtarët e FSK-s në automjete kanë gatruar drejtimin e lëvizjes, ka njoftuar FSK-ja. Në komunikatën e saj, FSK-ja thekson se bëhet fjalë për një gabim të paqëllimshëm në orientim dhe se situata është menaxhuar menjëherë pa ndonjë incident.